Ndalesa e radhës e kryesuesit të listës së Partisë Socialiste, ministri Ditmir Bushati dhe kandidatëve për deputet Luan Harusha dhe Senida Mesi, ka qenë lagja Kiras, një bastion i djathtë që reflektonte më së miri dhe indiferencën që Partia Demokratike ka treguar për këtë zonë në investime në infrastrukturë. Para se të shkojnë atë ditë te kutia votimit për të hellë votën dhe për të bërë detyrën që duhet me bëjë çdo qytetar të paktën një herë në 4 vjet, të bëjë një pyetje vetit nëse kjo lagje është në zhvillim, në rast se këtu Partia Demokratike që e ka administruar këtë lagje për 27 vjet, ka bërë investimet e duhura, në rast se këtu, në këtë lagje, për 27 vjet, është përmirësuar infrastruktura, dhe në rast se në këtë lagje, Partia Demokratike e ka justifikuar besimin e këtyne banorëve, unë i pari, pavarësisht se përfaqësoj një forcë tjetër politike, do ta kisha të vështirë për me ardhë sot në Kiras dhe për me bërë këtë bisedë. Partitë e vogla kanë qenë edhe në këtë takim në objektivin e ministrit Bushati, i cili sërish u ka kërkuar shkodranëve mos t'ju besojnë disa partive që pretendojnë se janë nën strehen e Partisë Socialiste, por që realisht duan të rrëmbejnë votat tona, deklaroi ministri Bushati.